Dashi. Sot, Marsi ju sfidon të shmang mirë reagimet e nxituara, pasi çdo pasion i tij skajshëm mund të lërë gjurmë të vështira për të pashuar. Në çift do kaloni situata të sikletshme, por fal vetë kontrollit pasditjes sjell rikthim të pasionit dhe harmonisë. Ju beqarët nuk do keni fat në takime, përqendrohuni te vetja dhe kaloni kohë me miq, derisa energjia romantike t'ju gjej vetë. Në punë, maturia dhe kujdesi në çdo hap do jenë çelësi i suksesit. Qëndrueshmëria juaj mentale do ju dallojë nga të tjerët. Planet mbrojnë bilancin tuaj financiar, prandaj pritni një rritje të ardhurave. Shfrytëzojeni këtë përmirësim për të krijuar rezervat e nevojshme. Demi. Hëna ju inkurajon të forconi besimin tek vetja. Çdo vështirësi zgjidhet me delikatesë dhe arsyetim të qetë. Në jetën në çift, mos lejoni që monotonia të bëhet armiku kryesor. Në surprizë aventuriere ose një bisedë e hapur mund të risjellë atë emocion të munguar. Beqarët do përjetojnë dashuri me shikim të parë në momentet më të papritura. Ndiqni zemrën, jo arsyen, dhe jepini vetes mundësinë për të provuar diçka të re. Në punë, këmbëngulja dhe aftësitë tuaja do vlerësohen nga e prorët. Mos i shpërfillni mundësitë për avancim. Financat do rriten fal një çmimi ose shpërblimi të papritur. Përfitoni këtë moment për të forcuar buxhetin dhe për të bërë investime të mençura. Binjakët. Dita kërkon reflektim të thellë para çdo veprimi. Dëgjoni mendimet e të tjerëve, por merrni vendimet me qetësi dhe vetdije. Në çift, tendenca për të irrituar mund të shkaktojë debate të vogla. Partneri do tregojë durim, por do vlerësojë edhe fleksibilitetin tuaj. Shpërndani dashurinë me pak më shumë butësi. Beqarët do hidhin hapin e duhur me personin që kanë përqyrë prej kohësh, madje mund të planifikojnë edhe një hap formalizimi. Shfrytëzojeni çdo moment. Në punë, lajmi i mirë në industrinë tuaj do shtojë motivimin dhe do ju shtyjë drejt përpjekjeve të reja. Financat janë të qeta, por mos mbështetni fatin te lotaria, durimi dhe menaxhimi i kujdesshëm do sjellin rezultate reale. Gaforia. Sot do zgjidhni një çështje të nisur prej kohësh pa vështirësi, fal intuitës së mbrojtë dhe kujdesit maksimal që ju karakterizon. Në çift, çdo tension do shuhet shpejt dhe do rikthehet ngrohtësia. Hapni zemrën dhe besoni se atmosfera do përmirësohet natyrshëm. Beqarët do përjetojnë një val pasioni në ndikimin e Plutonit. Takoni me guxim dhe lëreni rrjedhën. Në punë, perfeksionizmi në detaje do ju vlerësohet nga shefat, prandaj mos lini asgjë pa përgatitur deri në fund. Kjo do rrisë reputacionin. Me financat tregohuni të matur dhe ruani rezervat. Surprizat e këndshme do vinë për ata që i përgatitur për të. Luani. Sot do ndjeni të fuqishëm dhe të vlerësuar për sinqeritetin dhe kreativitetin që shfaqni. Në marrëdhënien në çift, mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, por bëjeni me delikatesë, sepse humori i stabilizuar i partnerit do përballojë çdo diskutim pa krijuar tensione. Beqarët do kenë moral të lartë dhe do tregojnë vendosmëri për të njohur persona të rinj. Përfshini të tjerët në planet tuaja për të gjetur mbështetje dhe për të krijuar lidhje me potencial. Në punë, intuita dhe aftësia për të thithur detajet do ju ndihmojnë të adresoni problemet më komplekse me sukses, ndaj mos i injoroni sugjerimet e kolegëve me përvojë. Financat do kenë përmirësime të dukshme, por për të ruajtur ekuilibrin, përgatitni një plan kursimi për emergjencat. Virgjëresha. Merkuri dhe Saturni ju sjellin qetësi mendore dhe organizim të shkëlqyer. Sot do përfundoni detyrat e lënë pezu dhe do nisin projekte që keni ndërruar prej kohësh. Në çift, durimi dhe shqyrtimi i kujdesshëm i çdo propozimi do forcojnë besimin reciprok. Shmanni kritikat e ashpra dhe preferoni fjalët inkurajuese për të mbajtur atmosferën të ngrohtë. Beqarët do kenë takime interesante përmes rrjeteve shoqërore ose aktiviteteve kulturore. Ndiqni shpirtin e lirë, por filtroni sinqeritetin e secilit para se të angazhoheni. Në punë, përqendrimi tek detajet do t'ju dallojë dhe do fitoni respektin e drejtuesve. Mos lejoni që pyetjet e vogla t'ju shpërqendrojnë nga panoramica e madhe. Financat do rimëkëmbën gradualisht, por durimi dhe kursimet e vogla do jenë çelësi për një të ardhme të sigurt. Peshorja. Venusi ju vendos sot në qendër të tërheqjes dhe ju bën magnetik me çdo situatë sociale. Në çift, drita e përshtatshme do krijojë momente harmonike. Kujdesuni të dëgjoni pa ndërprerje dhe të shprehni mirënjohje për detajet e vogla që partneri bën. Beqarët do marrin stesa për evente shoqërore. Përdorni këto mundësi për të njohur me njerëz që ndajnë vlerat tuaja, por shmangni vendimet e nxituara mbi bazën e rimorkjes emocionale. Në punë, diplomatët do vlerësohen. Negociatat dhe ndërmjetësimi mes kolegëve do jenë fusha ku do shkëlqeni.
Në planin financiar, shmangni investimet impulsive dhe krijoni një fond emergjence me kursime të vogla, por të qëndrueshme. Akrepi. Jupiteri dhe Plutoni ju mbështesin fuqishëm, duke ju dhënë vetbesim për të ndjekur ëndrat më ambicioze. Në çift, pasioni do jetë në kulm dhe do ndjeni më të lidhur emocionalisht se asnjëherë. Përdorni këtë energji për të ndarë ëndrat tuaja më të mëdha me partnerin. Beqarët do përjetojnë takime me potencial serioz, magnetizmi natyror do të tërheqë persona me interes të ngjashëm, por qëndroni të vetëdijshëm dhe mos hidhni hapa të nxituar. Në punë, vendosmëria për të marrë përgjegjësi të reja do vlerësohet nga drejtuesit. Hidhni hapa konkret, por planifikoni çdo lëvizje me kujdes. Financat do rimëkëmbën gradualisht fal disiplinës. Vazhdoni kursimet dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Shigjëtari. Optimizmi dhe dëshira për liri ju nxitin të kërkoni eksperienca të reja dhe të sfidoni kufit personal. Në çift, aventura e përbashkët do forcojë besimin dhe do rikrijojë pasionin. Planifikoni një udhëtim të vogël apo një ditë të veçantë larg rutinës. Beqarët do rifillojnë biseda me persona të njohur më parë, por me një qëndrim më të pjekur. Lejoni që çdo lidhje të lulëzojë natyrshëm, pa presion. Në punë, kreativiteti dhe fleksibiliteti ju çojnë drejt zgjidhjeve inovatore, ndërsa bashkëpunimi me kolegë të ndryshëm do rrit produktivitetin. Financat kërkojnë balans, valutoni me kujdes çdo shpenzim dhe përgatitni një plan kursimi për të përballur me raste të papritura. Britsjapi. Durimi dhe përkushtimi ndaj objektivave tuaja ju ndihmojnë të kapërcejeni çdo pengesë me qetësi. Në çift, komunikimi i hapur dhe bashkëpunimi nuk do mungojnë. Diskutoni planet e së ardhmes dhe krijoni një hartë të qartë veprimi. Beqarët do shfaqin magnetizëm të fortë në ambiente profesionale, por përpiquni të ndani jetën personale nga ajo e punës. Mjojet më cilësore lindin jashtë zyrës. Në punë, strategjia afatgjatë do shpërblehet me respekt dhe vlerësim nga drejtuesit. Mos hezitoni të kërkoni përgjegjësi të reja. Financat rimëkëmbën fal kursimeve të rregullta dhe menaxhimit të kujdesshëm. Vazhdoni ritmin për të ndërtuar një fond emergjence që ju siguron qetësi mendore. Ujori. Intuita e fuqishme ju udhëzon drejt zgjidhjeve krijuese dhe ju bën pionier në çdo fushë. Në çift, dialogu i racionalizuar dhe aventurat mendore, diskutime mbi ide të reja apo plane të përbashkëta, do forcojnë marrëdhënien dhe do zgjojnë interesin. Beqarët do të rrihin vëmendjen me shprehjen origjinale dhe vizionin largpamës. Mos i jeni mundësitë të kalojnë pa ecur drejt njohjeve që mund të çojnë me histori afatgjata. Në punë, analizoni tregun dhe proceset nga këndvështrime të ndryshme për të identifikuar hapësira për përmirësim. Financat, pavarësisht investimeve të menjëhershme, kërkojnë planifikim. Krijoni buxhet të detajuar dhe ruani disiplinën për të shmangur rreziqet. Peshqit. Kreativiteti dhe empatia ju bëjnë ambasador të mirëbesimit në çdo marrëdhënie. Në çift, imagjinata juaj do sjellë surpriza artistike, poezi, muzikë apo aktivitete të përbashkëta që zhvendosin rutinën. Kjo do forcojë thellësinë emocionale dhe pasionin. Beqarët do ndjenë të lirë të eksplorojnë ndjenjat pa frikë nga refuzimi. Lejoni vetveten të bini në ëndërrime dhe më pas hidhni hapa konkret. Në punë, intuita ju ndihmon të identifikoni nevojat e klientëve ose kolegëve dhe të ofroni zgjidhje kreative që do vlerësohen. Financat përmirësohen gradualisht me menaxhimin e kujdesshëm të investimeve, por shmangni shpenzimet e tepërta në projekte të panjohura për të ruajtur stabilitetin.